Gjaxhi Gëzimi, ja shikon kokashta në kafe të madhe. Pështove. Ja dhe këtu të vdesa kokashta në kafe në madhe. E di, pështove si e gjete. A gjeta. Moj qëtësi, se këtu të kofja morë ti në tonë kafe. Kona 100 singorin shkrep se i bën qëtë pap, ti e koshta, për atë djege që met për joshta. Hajde, e të slëmë pështove. Hajde. Gjaxhi Gëzimi. Gjaxhi Gëzimi. O Gjaxhi Gëzimi. Ej, o Gjaxhi Gëzimi. Ej, që po ky ma? Unë punë madhe, vjen gjend veta i mua. Gjaxhi Kamarieri. Dua një kafe, kokashta. Jetë kështu këtu. Ashtu. Qësh kjo? Kafe. Kafe? Qësh kafe? Qësh kafe vogël? Kjo përësit e kafe. Përësit e kafe, unë dua kafe të madhe. Janë kafe të madhe unë këtu. Nuk e dua këto. Bive të kafe në zonë. Kjo kafe të pëlqen? Kësa i them kafe unë. Kafe, kafe.
Herë me këtyje me hjedh vade, me një këti kitarë rangade, me një këpuze një sandale, kam një mikun tem, kush po e sheval. Qa është këtë muhabet maj? Anë që është këtë muhabet maj? Hebra? Po pëse s'na le pra mira kitarës, se fute shpet? Ti e bjen kitarë sa që fëtelis? Që ti lako? 10. A, 10, ha? Nuk të len kë gjatë gëzimi, sa dalun kë fio. Kaminat. Ata që të kanë natë duan më shumë. Gjatë gëzim kruja me grinca humoristike. Me djali, po, sigurisht me grinca, kështu me thërime, ha? Ta shti poftoj djalin tim, qimi hale këtu? Ha marbot, sa me në malje? Pse? Po shmëram televizor në këfole me goj? Falë se s'kam vore. Ta shi qimi du me më kalzuti mu, pse hona është e zbet? Hona është e zbet, se nuk flenë natën. Po, Mësusja në tha, çfarë ndryshimit ka njerëzit prej majmunit? Prej majmunit? Shëndërshim, njeri e majmunja majmun. Pra, mas nuk ka thonë në pësimin i kalun prej adhen e majmunit. Nësë qofë se nuk ka thonë prej adhen prej majmunit, ti për vedi e majmun, unë jere inshallah. A di me më kalzu, pse elefanti nuk e njës bicikleten? Se s'ka gishta miro azilit. Që thëdim se krypa del prej ujt detit. Po sheqeri, nga del? Nga uj njëll del krypa e sheqeri del nga uj omël. Tash du me më kalzu, qëfar gjiniet është veza? A maskullore, a femnore? Duhet presim deri sa qilin veza që të shojmë, a del pull apo gjel. Kam thonë që vezet ta qelin zonin. Qa? Kam thonë që vezet ta qelin zonin. A është e vërtet? Vezet ta qelin zonin, pasi ma, a se ki vure, pullen sa ban dhën, këgërizme. Edhe banane. Po këto vizatime të kujt janë? Të kujt janë? Të mi atë mi. Unë se besoj. Se beson? Po jo më kokashta, po të kam parë edhe futbolliste dhe doktore dhe pastiqer, po piktor? Vashtu është. Unë i zbuloj talentet një nga një, pse budallaj unë të tregoj gjitha për njëra. Të radhë, jam bërë piktor. Se bëra shaka. E ditë kujt janë këto piktura? Këto piktura janë të fëmijëve të qendrës kulturore Shkodër. Janë gjithë ata fëmijë të talentuar. Piktorët e vegjël. Shtet. Ky quhet Edison, je shumë i talentuar. Ja ti tregojmë pikturat, tu ti shikojnë të gjithë. Të pëlqejnë shumë frutat, Edison dil këtej mere frutën tënde. Opa. Një duar trokitje pra për Edisonin, kur të rritet të bëhet fëmijë talentuar. Juve? Qumë Adriatik. Deti Adriatik, shumë bukur. Adriatik. Dil këtej dhe kape. Obala. Apartamente Adriatiku. Shumë bukur. Molla dardha. Një duar trokitje dhe për Adriatiku. Të bëhet piktur, të më jam. Këto qenë kanë gati për të varur në mur. Shpejt. Ajde, hidhun i bleni pikturat. Si e keni emrin? Quhem Nektar Duma. Nektar, unë quhem Polen. Sa i dash kanë frutat fëmijë Shkodran.
Mere nektar. Shumë portret i bukur. Një duar trokitje. Shumë bukur. Shikoni sa portret i bukur. Të lumt nektar. Oh, kjo gati për të vu në kuzhinë. Shumë e bukur. Një duar trokitje. Le të bëhet djali talentuar. Oh, piktor të arshëm. Si queni? Dominika. Tomi dhe Jerry. Tomi, prandaj të pëlqen ky ty? Se ke emrin Tomi? Ti u bëfsh piktor i madh që të ndryshosh një çik teatrin e kukullave. Shikoni? Ke prap? Ky më ngjan pak mua, ose më mirë, mos na dëgjoj gzim krujës. Etën se ja ka bën qiko më kap. Molla dardha. Rrush të bardha. Një duar trokitje për djalin. Edhe më i vogli. Më i vogli. Të vejlit gjithmonë janë më të mirët. Ha? Një duar trokitje. Si e kemi? Paulin Poli. Oh, ma gëzofsh, Paulin. Ti shikojmë pikturat, se për këtë ke ardhur këtu. Ha? I briko. Të dalim këtu dhe kokën ta mbajmë kështu. Për arsye teknike, a dihet ajo? Oba! Sa më pëlqen të luaj me balona. Kur do vi ajo ditë e balonave, ha? Rëpa! Me det, shumë bukur, shumë bukur. Një duar trokitje dhe për më të voglin. U bëfshi piktor sa më të aftë. Pikturat tuaja shkëlqefshin gjithë lokalet, edhe kafen e madhe. Ti përcjeli me një duar trokitje talentet e reja.
Qa ke me që qonë? Mu trove. Qa ke me që qonë? Nuk qonë kja qonë ti. Mu ka thënë Gjaxhi Sasani tani vrit veten. Që? Po e di unë pse më tha, më duket si pa kalon çfaqja Gjaxhi Gzimi. Po që është kanë shumë bukur, është kanë bukur. A ti pyesim njerë, si pa kalon çfaqja? Ha? Libro? Po pse më tha Gjaxhi Gzimi, mo Gjaxhi... Kush me jam e unë? Na u dove fare, ti Gjaxhi Sasani më tha vrit veten. Ta vrosin e të që nga ka një nëtë. Ta vrasin, po unë s'di që s'dhem tani, ma. A ba ti, ko koshti? Jo u kujtova. He? O Gjaxhi Gzimi, He, maj? a thrasim tu ato biznesmenët e Shkodrës? Ata s'kan ko mu marrë me ne, merën me të vlej, e s'kan levërti mu marrë me fmi. Jo, Gjaxhi Gzimi, pse? Ata duhet merren më shumë me fëmijët, se na kanë lënë e kështu mbas dore. Pra, ti bëjmë thirrje gjithë biznesmenëve shqiptar, të ndihmojnë sa më shumë aktivitetet e fëmijëve. Mirë. Nuk dëgjojnë. Ja, Ama, dëgjoj, nuk dëgjoni. Aty jeni ulur dhe po na ndiqni juve, po. Gishtin vëreni këtu në kokë. Na ndihmoni ne fëmijëve. Sponsorizoni emisionet tona që të kënaqen. Nuk doni, a? Mirë pra, me që s'doni, ne do t'ju përshëndesim me një këngë. Babi im është biznesmen. Jo hopa! Nuk e si tot, shkoj tek babi dhe I them, më ndihmo për këtë problem. Se zgjidh problem
ndajmë sonde. Nga biznesi ke prindrit. Po të shikojmë njërë se sa prokupojni për fëmijët. Fëmija nuk do vetëm të haj, e të pi, e të ushqet mirë, se gjithë buçko janë këtu. Po kanë nevojë dhe për aktivitete, ja si kjo sonde. Shikoni fytyrat e tyre. Oh, sa të lumtur që janë. Shpenzoni sa më shumë për argëtimin e fëmijëve. Do t'ju afrohem ca prindërve, që me sa shikoj unë, po i knaqin me të ngrone me të pirë fëmijë. Opa. Me siguri birë nuk e pirti, ke pirë limonat, po ka ikur. Shtu si e ke emrin? Sad. E gzofsh. Kush është mami dhe babi jot? Babi Besa. Me siguri këtu. Si Orlan. Po kjo mami? Mami. Atere, mami dhe babi. Çfarë interesi tregoni për fëmin tuaj? Vetëm me ushqeni, apo i ushqeni dhe trurin? Me pralla, me tregime, me televizor, me emisione? Ju lutem, pak. Me mami, se mami... Babi pas ka turp, mami... më falni, pse gjithmonë mama ato lodhen me fëmit? A e keni gjetur juve? I pon mami këto, i pon mami fol pra. Saadi si vjet është në klasën e parë, edhe mëson shumë mirë. Të lumt mami, edukofsh një fëmijë sa më të mirë, të shëndetshëm nga ana fizike edhe mendore. Të uroj suksese. Faleminderit. Teta, ti me fustanin e verdh. Gjaxhi Sazani, drejtoje kamerën atje. Ja, është një tet me fustan verdh, ka dhe një bebe me trikot verdh. Të lutem teta, afro pak. Ashtu. Qenë ka mama e re, ju keni një fëmijë të vogël, e shoh aty në tavolin. Si e ka emrin fëmija juaj? Kam një vajzë, e ka emrin Arba, dhe një djalë të vogël, e ka emrin Edir. Teta ka 2 fëmijë, me siguri që ti teta lodhe shumë. Megjithatë, kështu s'më duke shumë e lodhshme, me siguri ju ndihmon buri juaj. Shumë. Atëre juve punët i ndani bashk. Pa tjetër. Njëri merret me ushqimin shpirtëror, sigurisht mamaja merret më shumë me atë, dhe babi ushqen me lugë. Pa tjetër, ashtu. Fëmijët i keni pa shkuar në shkollë, keni probleme. Atëre ju uroj që të rrisni 2 fëmijë të edukuar. Ju falemnderit. Shumë falemnderit. Si quheni ju babi? Adnan. Po ju teta? Zamira. Keni 2 fëmijë. E çunë gocë? Ne kemi 2 goca. 2 goca. Sa të lumtur që jeni. Shumë të lumtur. Me siguri keni ndarë. Njëri merr të madhen dhe tjetri të voglun, se duan punë shumë. Si merreni me edukimin e fëmijës, ju lutem? Me edukimin e fëmijës është shumë e vështirë më marrë, sidomos sot, sepse për me edu dhe më punë më shumë, por më shumë merren mami se ka punë më pak. Babi merret me punë tjera. Me çfarë punë merret babi? Me biznes? Me biznes. Hidhu babi, kapa një biznesmen, një dua të pitje. E kapa, e zura një. Kemi një vajzë të vogël me një violin këtu. Deri tani nuk pash as një violinist. Më duket se nuk ka shkollë muzike këtu në Shkodër. Megjithatë, diku mëson kjo vajzë e vogël. Të lutem, si e ke emrin? Iris Kraja. E gzofsh? Me violin? Po. Kush të përgatit ty për violinën? Mësus Antoni. E kush është mësus Antoni? Më falni, mësus Antoni që nga këtu afër me nxënësin e vet. Ju lutem, sa kohë keni që punoni me këtë vajzë? Rreth 1 viti e gjys. Si ju duket? Në përgjithësi, Shkodra ka fëmijë shumë talentum. Si kjo, si gjithë fëmijët si kanë arsun dhe këtu në këtë sofër fëminore mund të quj. Dhe për mendimin tim është shumë mirë si në Shkodër të kenë vazhdimisht sofra të tilla fëminore, ku kanë mundësi si të kënaqen edhe të rritunit. Uroj si ju si televizor në bashkëpunim me qendrën kulturore të fëmijëve, të
të nërmerrni iniciativa edhe të tjera dhe mos jenë iniciativë kështu e vetme, si më thonë. Kjo të jetë një nxitje për iniciativa tjera. Ashtu shumë e drejtë është. Ne me kënaqësi tani, a mund të na luajte një pyetje të vogël, nxënësja juaj? Urdhëro. Merre violinën. Çfarë pjese do të luani sonde? Zogu i vogël. Zogu i vogël. E kujt është kjo pjesë? I Tish Dais. Atëhere ta ndjekim me vëmendje. Edhe Hana do ta dije, edhe do të ketë pare, se për qarë kësa hërkullie, si Shqipnia e vend nuk ka. Atje len po toske gegë, si dy hezën flak një djedhi, si dy fej që shkojnë të ujtjek, kur e shkoj preja për qjellit. Të dashur të ftuar, sonde këtu, dy në të rjesht, unë kalova një mbrëmje shumë të këndshme. Jam kënaqur shumë këtu në Kafen e Madhe. Uroj të mblidhemi edhe herë të tjera, të kënaqemi së bashku. Edhe mua kokashta më vjen shumë keq që po mbyllim këtë spektakël. Megjithatë, ashtu që e nisëm, ashtu do ta mbyllim me hare dhe me vallë. Been married long time ago. Where did you come from? Where did you come from, Cotton Eye Joe?